shpirtit, të cilën kam prit Regjia nëse ka më shumë një foto Dafina me nonën? Nuk kam pas foto me nonën, e kam vesh një foto se Kjo është nona ju, apo? do më thonë, krejt më kanë hup, edhe kam vesh një foto me nonën tem. Ato nuk mujta sot me gjetë. Këtu e më baba dhe nona, me njerë mas lufte. Nona su kone s'mu t'halo. Nona më ka vdek 55 vjeqare. A të mungën Dafin mu për veti shumë? Jo që mungën, po ka një herë dalë dhe zdi ka po shkoj, po kisha dash vesh një herë vesh me përqaf, me pa, si figurën është ta që e kam afer. Edhe pikrisht të bu konga për të, se 15 vjetë nuk kam gjetë një tekst që u përshtat për nonën tem. Edhe mas 15 vjetëve më ka bu një tekst Arbim Beha, cilin e falemderoj shumë. Orkestrimin e ka bu Besnik Qaka. Falemderoj dytë, që më ka bu një kong të shpirtit, cilën e kom një thellësisht në shpirt. Po qka, dhe më thonë, si ishtë ndje nona jute nëse kishtë qenë gjallë me gjithë tu që të kanë ndodhur realisht të sakrificat tua? Nona e më konë iniciatorja me madhe për me knuane. Në fakt se nona e ka pas zonin shumë të mirë, po ma herët si kanë lanë as me shku në shkolle, kështu që kur ajo e ka pa që unë e kam një zonë të mirë, atëherë më ka thonë që gjithçysh do është me vazhdu, ato që ka une nuk kam mujtë me vazhdu. Edhe më ka thonë, po duhesh me shku një herë në shkollë të muzikës, e kom përfundu edhe shkollën e mesme të muzikës, dhe unë po besoj që unë besoj në ato që thojnë ajo të sheh ty, po ti se nuk e sheh ato. Po qka realisht Dafin nëse kishte në gjallë po dhe që ajo është shumë krenare me... Po, e vërtet. Qka i kishe thonë ti nëse kish me qenë gjallë dhe nëse rasisht e kishe taku nonën? A kishe pos diçka me thonë se si la vojz i ka ato sekretet e veta me nonën e vetë? Une ju më kone lidhune atë shumë me nonën, se baba jam kër u kone në burg politikisht në vitin 85, unë i kom pas 2 vjetë e gjysë, edhe aty ju më lidhë me nonën, se kom nejtë vesh me nonën, jemi konë 7 fëmi, shtu që kjo edhe kër u s'mu, kër u më ka pa mu, edhe kër s'ka mujtë mu qu, bote e saj u konë, kër ju më shku, kër ju më hiu në shpe. Edhe nuk e di krejt qka ka pas për jetën, për qysh me vazhdu, qysh me hec, gjithmonë më ka ullë dhe më ka kallëzu. Nuk u konë sa dresi e kohës që qysh jem konë atëhere, u konë shumë për para me kohën. Qka kështë e thonë Dafin për këto që të kanë ndodhë? Dhe une gjithmonë ju më shkua dhe i kom kallëzu. Qashtu qysh kom mujtë, jo mulla dhe i kom kallëzu për krejt që kam ka ndodhë. E mojnë men, më ka thonë qka do që ti ki probleme, se nëse unë e vdes një ditë, hajde të vërë edhe kallëza. A vazhda me bo qështu? Gjithmonë. Ashtu më ka thonë që unë normal i vdeku në të njën, veç që s'munët me ta këthy, edhe unë menoj që ashtu gjithmonë. E vërtet. E po që për të mungë e kje shumë, sa mund nga nona shumë realisht? Ti e din mo, që është mësme pas nonën, unë i kom pas 25 vjetë kur ka vdek. Thëmë, shqyqër që kam pas fëmi, se nështë ta nuk e di që shë e kësha përjetu, po kur ki fëmi gjithmonë ta hjekat mërzin fëmija se e din që e ki dikan. E vërtet.
Edhe kom vazhdu jetën, po ajo nuk mundet me dalë prej shpirtit.